Hey. Kam ide. Gëzuar. Gëzuar. Kështu. Neve unë dhe Sara me që na pyet që sapo hapët tani televizorin për na shikojnë në Gossip TV, jemi pak hangover nga Unë nuk jam. Jo se pim alkool. Unë nuk fare, unë vetëm kam ngrënë shumë. Nuk e fare se dje shumë që si rënduar ose kështu fare. Kam qenë duke ngrënë shumë, po jo, dje që u ktheva në Tiranë mora veten edhe jam duke munduar të detoksifikoj veten. Nga ushqimi i tepërt, ë? Kurse unë kam abuzuar pak fare me alkoolin, po gjithsesi sot jam shumë mirë. Kështu që jemi përgatitur sot unë dhe Sara për startuar Gossip TV edhe për të bërë gjëra që tim të bëjmë më mirë, që janë ndavere. Të analizojmë disa tema në një këngë vështrim pak më ndryshme. Pak janë disa tema që kanë për namin në 2016, kështu që neve jo tamam po nisim vitin e ri sot, sepse jemi pak ende tek 2016. Do flasim për gjërat që kanë për namin e zi në vitin që lan pas. Domethënë gjithë eventet, nëse mund t'i quajmë kështu, apo fitimet apo humbjet apo skandalet apo kujtun se çfarë të vipave shqiptar që her pas here na kanë bërë që të klikojmë pafundësisht në portale online. E të kërkojmë akoma më shumë. Ku jemi te Bomboni famshëm? Kemi artisten e Bombonit të famshëm, edhe e cila ka bërë namin, me thjesht, shumë thjesht, ka bërë namin. Ka bërë namin. Të kova vllajin tim, edhe ai i Greqim, edhe më tha do të dëgjosh një këngë që nuk e ke dëgjuar normalisht, dhe më vjen Bomboni thashun tallesh ti. Edhe ka bërë namin në Greqi. Zakonisht grekët janë shumë racistë me artistë shqiptar, po për pjesën e Bombonit, jo, e kanë dashuruar. Normal se është një bukur. Dhe është një gjë të keqe, po s'mund tani vitin keq. Sidomos ajo është në favorite song, te këngët e preferuara e Kim K. Kim Kardashian, gjithë ajo Kim K preferon. Në fakt vetëm Kim K, po shumë artistë të tjerë kanë postuar Bombonin e famshëm të Race Traffic në për rrjetet Katy Perry ka shkruar në Twitter për ata. P Diddy gjithashtu. Po. Tani ne sigurisht në brenda kështu në Ballkan, në Europë njëherë ka marrë award për artistin që ka thyer Breaking Borders, European Breaking Borders artist, domethënë që është artistja e vetme shqiptare që ka thyer sepse nuk ndodh shpesh, për shembull artistët që janë në Evropë ngelen mund ta thojmë në Evropë, sepse në Amerikë është totalisht një stil tjetër, një treg totalisht ndryshe dhe nuk është që preferojnë artistët në Evropë. Po kjo nuk ka ndodhur me Stefi sepse gjithë bota është dashuruar merren. Sepse realisht edhe menaxhimi i saj pra është menaxhim shumë i mirë, faton shoqë që tashmë është i dashur i erës, më në fund e pranuan që janë të lidhur, se gjithmonë kanë qenë, po tashmë e pranuan. Janë njerëz që realisht punojnë fort, domethënë, edhe së fundi kanë lidhur kontratë me Ultra Music, që është një kompani muzikore, diskografike, ndër më të mirat në botë, mund ta quajmë, që po promovon erën lart e poshtë gjithandej nëpër Europë edhe në Amerikë së fundi. Kështu që u bë ca kohë fakt që era ka thënë që do nxjerrë klipin e ri mbas Bombonit, po nuk po del akoma. Normalisht kur ke një sukses kaq të madh, ekzistojnë ajo frika që pastaj këngë që do nxjerrë ti ose projekte që do nxjerrësh pastaj, e ke atë frikën tipe që do jetë suksesin e kësaj parës. Ose do jetë mirë ose barabartë nuk besoj, po ose do jetë më... Nëse mund t'jetë edhe më keq. Gjithsesi Race Traffic ka kohë që të bëjë çfarë do qefi, edhe tashmë ka krijuar brandin e saj edhe emrin që ka punuar fort. Okej, mirë, ka rëndë të ndjekim pak Nikon, sepse nuk mund të mungonte Niko si çdo të marrë në rubrikën e tij Good Niko versus Bad Niko, e ndjekim dhe kthehemi sërish pas pak. Mirë se erdhët në Niko vs Niko 2017. Është puntata e parë e këtij viti dhe 14-a për ne të dy. Pa humbur kohë sepse janë shumë të ftuara për puntatën e parë të vitit. Prezanton dhe Niko dhe nisim direkt. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kuptua që këtu do bëjmë të vdekura sot disa femra që janë veshur skandalozisht keq akoma dhe për natën e vitit të ri. Pa humbur kohë kalojmë tek fotopari. E filloj mirë me Arminën dhe ngjyrën e kuqe sepse ishte nga të parat që kishe hedhur në Instagram foto me fustanin në ngjyrë të kuq dhe ishte kështu. Okej, ngjyra e kuqe është për natyrë nga Armina me një fustan maxi. Më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë sepse Armina ka ardhur në forma goxha perfekte dhe tani më çfarëdo që të veshi, edhe oversize apo super slim, ajo duket seksi. Dhe seksi modeli që ka përzgjedhur këtë vit për vitin e ri. Pra, sepse ka të çarën goxha të hapur, e çara tek shala, si shikojmë tek këmba. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë që ka zgjedhur të mbaj, të ekspozoj bashkë me veshjen një peliçe dhe normalisht më pëlqen shumë taka, që më duket se duhet të jenë lëbutinë. Sa prisja nga Armina këtë vit dhe thash viti i ri 2017 do ta sjellim me një shije më të mirë, por jo.
Jo, vazhdon, është e njëjta Armina e 2016. Okej, për te isha kas, mund të them që është një veshje, dhe le të themi Niko e nisi mirë me Arminën, sepse është veshja më e bukur e të ftuarave sot. Kaq kam për të thënë. Normalisht, dhe Kida ishte një nga ato që festuan vitin e ri duke kënduar. Normalisht, se në punë, dikush duhet ju kënaqë dhe juve për natën e vitit të ri. Mua më ka kënaqur me lukun e ri që ka sjell në 2017, pra që ka prerë balluken. Më pëlqen sepse Kidën e shikoj shumë ndryshe, pra nuk ka përzgjedhur të veshi diçka të kuqa apo diçka festive, por një set, twin set të zezë. Duke e saj më kujton pak Rihanna në të kaluar, si veshja, si dhe beauty look, por di të them që më në fund, Kida erdhi ndryshe dhe për këtë gjë duhet ta vlerësojmë. Veshja si fillim është nga Diana Qerimi, veshja më duket okej, e bukur, normale, por fare për vitin e ri apo fare të kujtoj diçka festive. Madje mua më kujton personalisht një performansë të 2013-s nga Rihanna në X Factor USA, duke performuar Where Have You Been All My Life. Okej. Djeri diku si thash, okej, po do preferoja këtë balluken që thot Niko që e gjen shumë gjë inovative, ta kishe në një mënyrë ndryshe. Kur them në një mënyrë ndryshe. Pra Kida është mbajtur gjithmonë për lukun e saj ekstravagant dhe për një femër që ka ndryshuar gjithmonë ngjyrat e flokëve, thuajse çdo 2-3 muaj. Do preferoja të paktën për vitin e ri ta shikoja me një balluke pak më glamorous, pak më festive, pak më perëndimore dhe jo kaq thjesht. Nëse kjo është kritik, okej, kjo është kritika ime për Kidën. Kalojmë tek tjetri. Është një këngëtare që i adhuron festat, madje aq shumë sa ka jo një, po 2 albume festash. E kam fjalën për Besa Kokdhimën. Faktikisht mund të them që është nga të vetmet që i ka shumë festat sa ka dedikuar një album të tërin, apo më mirë si thash 2 albume të tëra, dhe jam i lumtur që dikush po e merr seriozisht sezonin e festave. Por jam dhe i lumtur që shikoj Besën disi ndryshe. Ndryshe kur them me një fustan të madh, të bardhë, pra që mua nuk më jep përshtypjen e një fustan usërie, por e një fustan shumë madhështor të bardhë, pra si një ice queen, si një icy queen. Si një mbretëresha akur. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë ideja që ka dashur të përcjell me pemën e vitit të ri dhe le të themi sferën e saj duke parë vitin 2017. Më pëlqen the beauty look, më pëlqen jashtëzakonisht shumë aksesorit dhe detaj që ka Besa tek flokët e saja. It reminds me, më kujtojnë shumë festat. Mbase do ta doja ta shikoja veshjen dhe në këmbë, por foto e zgjedhur realisht është atmosferë festash. E para, Besa dim që është nga të vetmet këngëtare shqiptare që ka dedikuar 2 albume për festa dhe është për të vlerësuar, por nuk është për të vlerësuar cilësia fotografisë këtu. Si mund të urosh foto me këtë cilësi fotografie? Pra, si mund të urosh foto me një cilësi fotografie kur ne nuk shohim dot veshjen tënde dhe nuk e komentojmë dot kaq pastër. Unë di të them që Niko tha që ka veshur një fustan usërie dhe duket, tani mua mund të më thoni që ky është një fustan grande, të tilla keni parë dhe në Oscar, jo, mund të them, vazhdoj që them, një fustan usërie i bardhë me gura këtu nga Valdrin Sahiti, që i cili më pëlqen, nuk them se s'më pëlqen, por të doja ta shifja Besën pak më elegante, pak më mbase seksi. Pse jo të vazhdonte atë lukun që kishe vjet me ato flokët bjonde, me atë minifutin e Santa Claus, nuk e di, por jo këtë. Nuk më pëlqen absolutisht aksesori që këtij pëlqen në kokë, më duket pak si palidhje për festat. Gjithsesi, atmosferën ajo e ka përcjellur dhe e ka përcjellur me pemën dhe sferën që mban në dorë, por jo me veshje. E ëmbla Jonida Vokshi është dhe kjo këtu. Normalisht sepse ka qenë nga figura televizive që ka qenë zgjuar deri në orën 12 të natës. Jonida mund të them që ishe veshur disi thjesht për vitin e ri, pra nuk ishe përzgjedhur të vesh maxi, fustan, apo diçka të çar, apo diçka shumë ekstravagante që të kujtoj festa, sa jo, do vishem pak më casual, normalisht në mënyrë festive, po pak jo kaq ekstravagante sa kolegët që kaluan më parë. Jonida ka përzgjedhur, dhe jam i sigurt për këtë, që është një body në transparencë dhe me detaje cope të zezë, deri diku këtu është okej, festive dhe pranohet se mund të ishe veshur dhe me një palë pantallona, por Jonida ka përzgjedhur ta bëj lukun e saj pak më çupëlinkë,
Pra ka përzgjedhur të veshë një minifund veref dhe e bën të duket shumë e re, do me thënë që gjanë 23 vjeç, mund të duket këtu 18 vjeç, dhe e bën të duket shumë më e ëmbël se sa Jonida e thumbit që e shohim çdo javë. Më pëlqen shumë dhe Beauty Look se ka përzgjedhur naturalitetin dhe më pëlqen që edhe për festa ajo ka dhuruar tek ne vetëm buzëqeshje. Po. Ky ka ngrënë mjalt këtë fund vit, nuk ka ngrënë full dhe mis si mua, ka ngrënë mjalt dhe është vetëm fjalë të mira për vajzat e ftuara këtu, por jo, unë s'kam ngrënë mjalt dhe realisht nuk gjej se ka diçka ka shumë keq gjëja, sepse në të vërtetë është shumë gjë le petit bleu, është shumë e ëmbël, është shumë por fare festive. Do me thënë, do doja që pjesën poshtë ta eliminoja, këtë pjesën e fundit veref që e bën si Çupolin që ta dhe këtu. Do doja mbase si shta dhe Niko të rashifja me një palë pantalona të gjata, oversize ose kulotes ose shumë mirë mund të ishe një fund jashtëzakonisht gjatë, madh, me një të qarë, për ta bërë pak edhe më ndryshe veshjen, sepse mund ta bënte edhe pak më festive dhe mund të tetonte të guxonte pak më shumë apo të shkonte pak më në look festive dhe pse pjesa larg It reminds, realisht më kujton shumë festat apo gjërat, por jo festat e vitit ri, ky është problemi. Do të thënë, nëse veshja është veshur festive për të kujtuar festat, atëherë fail. Nëse është veshur festa kështu, jam vesh cool për festa dhe nuk dua të kujtoj festa, atëherë është okay. Ëmbëlsirat vjen gjithmonë por në fund. Nuk e them unë, e kanë thënë dikush më para meje. Dhe normalisht ka të drejtë sepse ëmbëlsirat vjen në fund. Si shihni këtu, kam motrat Dreshaj. Është Afrodita dhe Jehona Dreshaj. Më pëlqen veshja e Jehonës, mund të them base më pëlqen pak më shumë se Afrodita, sepse më kujton Kim Kardashian apo familjen Kardashian, që përzgjedh kohët e fundit gjithçka në ngjyrë njus. Pra, dhe Jehona ka përzgjedhur një fustan më ndafsh me detaje tantelle në pjesën e bustit dhe jashtëzakonisht shumë adhuroj çokërin e saj që këtë vit është the must. Për të folur për Afroditën, mund të themi që veshja e Afroditës është pak më festive se e Jehonës, ka përzgjedhur një fustan bodycon, e cila pjesa lartë është goxha e ekspozuar dhe e bën veshjen të duket edhe më seksi se ç'është. Normalisht sepse e vesh Afrodita. Nëse mund t'i vija pik, Jehona mund të merr 8, 10 dhe Afrodita 9. Domethënë, realisht më thuaj ti pse duhet zgjedh Jehonën që siç mendon ti është veshur dhe konsideron se është veshur më mirë. Mua këtë veshje, e kam parë gjatë gjithë statorit e deri tani në dhjetor, nuk mund të më pëlqej të shikoj edhe për vitin e ri. Okej, është shumë në modë, këto festa që të vishej më ndafshi, po mos bëhet kaq obvious, mos bëhet kaq e pritshme gjëja që okej, jam inspiruar nga Kim, Gigi, Rihanna, nuk e di, por jo kaq obvious. Pra, shto diçka, ish diçka, ndrysho diçka. Anyway, më pëlqen më shumë Afrodita sepse veshja e saj normalisht kujton më shumë festa, është edhe më festive, është bodycon, është seksi, ka transparencë, ka gjëra. Më pëlqen që ka përzgjedhur një ngjyrë të zezë, edhe pse Afrodita ka mini si Jonida Vokshi, veshja e saj prapë më duket pak më festive sepse ka këtë gjën seksi dhe ne na pëlqen. Atëherë, ne shihemi javës tjetër të updateuar me gjërat më in të tregut. Ndërkohë kam filluar gjatë të kontrolloj fotot se cili mund të jetë këtu të martën tjetër, por ka akoma ditë, kështu thjesht po I hedh një sy. Ju lutem vishuni bukur që mos kemi të huaj javës tjetër, të komentojmë prap ju. Kjo është puntata jone 14 si shtam, ju urojmë nga zemra shumë dashuri, shumë lumturi, shëndet dhe një vit pa Nikon. Mirupafshim. Okej, rikthehemi në Gossip TV dhe ka ardhur momenti që të ndjekim një tjetër moment, dhe është momenti. Një problem shumë të këndshme.
Janë të lezetshme shumë të pjesët, është intervju që unë e bëj me shumë dashuri. Her pas here klikohet shumë, her pas here nuk klikohet fare, her pas here komentohet shumë, her pas here s'komentohet, por e rëndësishme është që është aty prezente dhe njerëzit e shohin. Kështu që neve stafi Gossip TV kemi vendosur që për këtë vit të ri nisim me disa pjesë shumë interesante nga intervju që i kemi zgjedhur si më pikantet dhe më interesantet ndërkohë. Kështu që edhe diçka tjetër, për shembull, një surprizë nga kryeredaktori jon, janë ato mbrapa skena që ne nuk e dimë fare që ekzistojnë. Kryeredaktor Andi Baholi. Edhe janë ato mbrapa skena që ne nuk e dimë fare që ekzistojnë, vetëm kur i pam rastësisht. Janë të bukura shumë realisht, janë gjëra që unë dhe Sara nuk e kemi pas mendjen, edhe Andi Baholi, që është personi që ndjekja gjithkohës këtu te kufja na flet neve të veshi, edhe është redaktori i emisionit ton. Na ka bërë surprizën që as neve vetë se kemi parë në fakt. Ne shohim çik poshtë. Ndajmë pak. E shoh. Në to e vendin më të bukur që ke për seks. Ndoshta dushi Big Brotherit? Ke për seks Big Brother? Seriozisht, te plaka dushit? Ç'ne? Ashtu na erdhi, varet se të vjen, nuk pyet ajo punë. Bravo. Ja unë se dija këtë gjë, tani e mora vesh. Kush ka qenë ai Fatione? Po. U bë su bë. Po nuk kam bibjet keni U qenë. bë su bë. U bë si Kjo ka përfundim. qenë pyetje. Cila ka për seks në Big Brother? Nice. Prandaj shkëlqejë ti, ata shkëlqejnë ishin gjithë kështu si depresuar, ishin kështu si të mërzitur, ti isha kështu Varet freska si atje. ndërton, e kam Qef. bërë, kisha bërë kështu, pushmalula. Dreq dukesh ti. Cigare apo shash? Cigara. Seks në krevat apo në makinë? Të dyja. Seks në mëngjes apo në darkë? Mëngjes. Pse? Të shkon dita mbar. Oral apo anal? E ke provuar në anal? Okej, mami mos e shif. Mami, tani goca është rritur, goca jeton vetëm, është zonja vetes. Pjo. Njerëz jemi ta. Çfarë ndodh? Thonë që është tmerrsisht e dhimbshme. Kam njohur gota. Po thonë që fillim një është pak e dhimbshëm dhe pastaj duket sikur dhimbja kalon. Dhe, vazhdo. Pyetjen tjetër? E lëmë kaq dakord. Se tu rikthye dhimbja. Okej. Është një lloj stili që bëjnë femrat me qemi dekorali, që ti e zgjodhe, që është soft, që diçka shumë normale, është diçka që quhet deep throat, që unë s'kam kuptuar asnjëherë, që janë këto femrat që mbyten edhe janë. Kupton? Jo. Jo. Pyetja tjetër. Soft, okay. Squirt, ke vënë squirt? Çfarë është kjo, mulla? Squirt është ajo që Hajt apo pijet? pijet. Ka njerëz që pinë, është çike shëmtuar, po është një moment kulminant i femrës, që sigurisht kemi orgazm si mashkull si femra, femra ka atë që deri që ikon ajo si ujë në ajër. Ka ndodhur një herë? Thonë që femrat s'para e kalojnë gjitha. Vërtet po i bëjmë këto. Jo. Jo, asnjëherë? Jo, asnjëherë. Thonë që është kënaqësi maksimale për femrën. Ua, sa mangët që kam. Aftë mira. Ka që këndshme sa e vërtet, për te shakave, ka pak njëri në rast që ka ardhur një mashkull dhe ka ofruar seks me pagesë. Jo, kur. Kura? Jo. Do ta kisha marrë për kompliment. Po s'ma ka bërë një. Që s'ta bënde sa dishtë çmime? Unë s'kam çmim. Jo? Sigurisht s'do pranoj, Atë s'do do kisha merr çmim, një sepse kartë unë nuk i kam shumë vënë një ato. çmim vetes. Nuk i kam vënë asnjë çmim të lirë, asnjë çmim të shtrenjtë, por nuk kam një çmim. Jam ex? Nuk jam për t'u shitur. Okej, gold, pa limit? Fare. Kiçë? Fare ishte më bëjmë përshtypje para, mos kam përshtypje ndonjëherë. Nice. Pasuria. Je masturbuar një herë? Tash unë mendoj që njerëzit edhe i bëjnë gjëra. E vrek shumë tani. Shiko se është normale, në fundit. Jo, këtë the ti, nuk e thash. Tash që njerëzit i bëjnë gjëra të tilla. Të duket anormale të masturbohesh. E nuk është çështja se është normale apo anormale, por mendoj që është një proces shumë tejsisht, shumë intim dhe shumë privat. Dhe i shëndetshëm mbi gjitha. Po, jam dakord që është i shëndetshëm. Okej. Se kisha një shoqe që nuk e bënte që më kujtua tani dhe s'ishte e shëndetshme. Po shketa. E thua janë në kamera. Jo, dhe kaq që nuk e ke dot të kushtosh. Do të bëj një pyetje, sepse unë e dija, se unë kam vërë çfarë natyre. E di që është kjo, okay. Është kjo e çiçit në dush?
Po. Okej. Ti e bën çiçin në dush? Okej, se kjo është e sikletshme tani. E para se po më shef mami. Jo, do shiko, tani, ti duhet dish një gjë. Okej. Kjo është një gjë krejtësisht private dhe po e ndaj me ty. Okej. Sara është një e çmendur pas pastërtisë dhe rregullit. Domethënë është njëri që disinfekton duart 700 milion herë, që shtëpinë e saj e do kështu super higjienike dhe unë nuk do të guxoja, edhe sikur ta bëja çeftas që ta bëja çiç në dush. Por e bëj gjithmonë nëpër hotele, duke i preferuar Jobsit, që ai cakton territoret. Lë gjithmonë një shenjë në dushin e fundit që bëjmë në bajën në Job. Okej, hoteli tani që ke qenë janë duke menduar. Kjo është në Shqip, kështu që besoj nuk e marrin vesh, përveç të hotelet e Shqipërisë që besoj. Okej, po tash në shtëpi tonë ndalohet banjo. Mirë, okej, mirë, këtë mund të ma thuash. Paktën kur ke qenë në Greqi, ti e ke shumë e bukur, ti e di këtë gjë, dhe jam i sigurt që e përdor këtë si cavallo di battaglia në çdo vend që shkon, përveç zërit tënd. Në Greqi ka ndodhur ndonjëherë që të ofrojnë seks në pagesë? Po kjo ndodh vazhdimisht, ndodh edhe në Shqipëri, sidomos në Shqipëri ndodh më shumë. Vërtet? Normal. Më thaj një çmim. Sa thon, janë shumë kurioz. Jo, mua nuk më ka ndodhur personalisht, që të vi njerë të thotë që ti hajde ti. Këto. Po ka, realisht ekziston si fenomen. Njeriu e pozicionon ti vetë me sjelljen tënde nëse mund ta bëj një veprim të tillë apo jo. Po që ndodh vazhdimisht e kisha fjalën në përgjithësi. Ndodh, unë e di që ndodh ti më kot pyet sepse është fenomen që sidomos në art ndodh shpesh. Vëzave të bukur gjithmonë shkojnë shumë kamerave dhe ofrojnë shumë të mëdha, maramëndse. Shumë ato dhe shkojnë. Po jam kurioz të di, nuk di ndonjë rast ose ndonjë gjë. Për këto, unë dhe sikur ta dija, unë se ka këtë të drejtë që ta zbuloj këtë gjë. Ka, më thuaj ka apo s'ka? Po si s'ka, sigurisht që ka. Do të bëjmë të pyetje tani që më kanë bërë njerëzit në Instagram për ty. Është një gocë që quhet Kada LS. Thot sa vjeç je? Këtë muaj do i mbush 27. Tash e jeti? Shigjetar. Okej. Mimozology është një gocë tjetër që thot, a e preferon pozitën 69? Do njerë. Arjan Kastrati dhe Ana Dashi thot, kur ki me qit hitin e radhës, janë në Kosova ato? Për hit nuk e di a do të bëhet hit, po këngën e radhës besoj që gjatë dimrit do dalë, ndoshta në fund nëntorit ose në fillim dhjetorit, besoj që do dalë. It's Steven thot, femra me shpifur në seks. Kush është? Se di. Se ma me fare? Jo. Thot që më du të t'jarojmë. Okej. It's Steven thot prap, si ka qenë seksi me Luana Vjolcën? S'kam bërë seks asnjëherë me Luana. Me lidhje me Luana s'ke pas njerë? Si? Me lidhje me Luana ke pas njerë? Jo, fare. Okej. Luma Krasniqi, cila këngë jote të pëlqen më shumë? Me të thonë drejtën këngët e mia nuk është se i dëgjoj shumë, se janë ato procedurat kur fillon ta punosh një këngë edhe të vjen majet hundës derisa e shkruan, derisa e nxëzon, pastaj nëpër koncerte kam dhënë, edhe me thënë drejtën kur e dëgjoj vetëm në radio se e ndroj, se është përbajat. Po, është përbajat. Okej. Crazy Sonia thot, fjalia e parë që i thua një femre për t'i bërë përshtypje, cila është? S'kam nevojë, vetëm kam nevojë t'i vi në sy. Po tallë jo, se di. Albi Saga i thot, a kimi na bot tap sonde? Tap? Ndoshta. Okej, kjo është pyetja e fundit, por jo nga rëndësia sigurisht. Crazy Sonia i ka rënë trok çfarë muhabetit. Sa të madhe ke? Kën. Egon. S'kam përgjigje. Tani do flasim për Encën, e cila? E qila? E cila? Hape zërin, lutem. Kur t'ju tësh për mu, bone zhurë me shumë më t'mave. Ti e molekull, unë orbit në gojën ta. Andi është dhe Gugu me këngën e saj, super hitin veror, po mje biciklet. Andi. Boobs, Andi. buti qaj ka... Andi. Jo, po mje biciklet është me bukur. Andi. Oh, jeta. Jeti Sara, ti.
Jepi Sara, po. Lik Quicken. Gati. Gati. Unë si kam menduar, s'mos më ke dalë. Si Më trego ti zemrën, unë si me ta falën. Gjithmonë jam mundu me kalu më mirë. Gjitha kam plotsu, unë ti çdo dëshirë. Unë të mirat I kam për ty sa një det. Ti s'po do m'lem pa, po më jep siklet. Astere ka që gjë që është. Unë jam shumë gati. Unë kam lindur gati. Qarë? Bërë Të titull. bjen pantalonat. Bërë titull e kështu. Sa e vështirë dhe jetë sot e një emisión shumë I vështirë. Jam si e vdekur, a? Se jam këtu te cepi, më keni te cepi fare, shiko. Ja, e hapa dorën dola. Nga plani. Ande. Mamma mia Italia, mana muito Grecia, mai madre nga Anglia, në shqip nuk flet fëmia. Mamma mia Italia, mana muito Grecia, mai madre nga Anglia, në shqip nuk flet fëmia. Po kështu slow motion. Kështu të finale që këndon ja zonë shumë. Sa e vesh në slow motion e kështu. Rozi, Rozi. Në mes të emision të vide të pantalonat. Rozana, kica. Rikthehemi në studio, në fakt do riflasim tani për të tjera evente shumë interesante që kanë ndodhur në 2016. Po se kanë ndodhur shumë gjëra në fakt. Shumë gjëra kanë ndodhur. Edhe kështu, ishte një këngë e lezetshme që ka dalë ka disa vete, që e ka emrin Phoenix. Phoenix. Zogu më I mit krejtve. Po, për një zog fliste aty. Unë kërkoja zogun të shikoj në fakt. Zog, do si do. Është zogu tunës. A, për atë zog e kesh. Lutem, zogu tunës është një zog që kushton shumë më shtrenjtë nga të gjithë tjerët, ë? Po. Domethënë nuk e di, e kishte vënë në shitje tuna në atë kohë. E shiti, ja bleu ky Kozmani. Po. Shumë shejtë e bleu. Ashtu nisi një dashuri e madhe, e cila dashuri ka përfunduar tani, po gjithsesi mos flasim për atë. Edhe kështu Phoenix, po, kështu. Tuna, të tha ty që ishte kënga që jo, në fakt kjo. Ishte kjo në fakt, gjithsesi ideja ka qenë kjo domethënë që kur që ishte kënga e dytë, po. Phoenix ka ishte nice, ishte lezetshëm, si këngë, klipi ishte lezetshëm, aty nisi dashuria në fakt, nisi karrierë e Kozma atë një herë. E bukur është që Kozma s'ka planuar asnjëherë që ka qenë pikërisht Tuna në fakt që e ka nxjerr në dritë, se Kozma nuk e njihte asnjëri para se dilte Phoenix. Gjithsesi u bëi famshëm Kozman me Phoenixin e famshëm të Tunës, edhe me zogun e Tunës. Edhe Tuna realisht ka bëri kthesë maramëndse në karrierën e saj, Okej, ka qenë e famshme. Edhe me stil çdo gjë, edhe me një attitude totalisht ndryshe. Shumë e sigurt për veten e saj për atë për zogun që kishte mes këmbëve. Po gjithsesi, çështja është që kënga pati buj maramëndse, por jo aq sa pati buj maramëndse, ndarja e çit. Në fjalë sepse realisht kur Tuna dhe Kozma janë ndarë, domethënë, u bëna mizinë nëpër portale online, njerëzit ishin jo, nuk ka mundësi, si mund të ndajnë këta të dy. Ishin shumë të mirë, ku diun se çfarë. Këta nxorën si klip të dytë edhe single të dytë këngën Hola, që ju po shikoni tani. Dhe Tuna kur undura vetë pyeta te kënga magjike, që cila është kënga që ti realisht do të hiqe fare nga repertori jot, ajo tha Hola. I thash po pse? Tha se s'pëlqen. Në fakt po, se klip tani ishte pak. Nuk më pëlqeu si klip. Nuk më pëlqeu si klip. Jo, nuk më pëlqeu si klip. Thjesht ishte diçka që rastisi u takuan aty dhe bën klipin më duket. Nëse këta donin që të sipëronin pak. Si këngë ishte shumë e bukur, ishte verë, e dëgjuam kudo.
Po, ha. Doni që të superoni pak suksesin e Phoenix, po nuk e dolën dot me holla. Por edhe tuna tha, si është puna, po të lej ty tha se dua që të kap një çun tjetër tha se. Edhe çfarë bëri? Ka Patricin. Patricia ka ky? Po ja, Patrici. Ngrish atë zan tuna, i futi një fëmijë, avash, se ka futur këngën tani për fëmijën. Edhe, po e bëri këngën. Jo. Më do të fitonte këngën magjike tuna, po se fitoj, se natë merrte. Po. E fitoi ajo tjetra. Hajt më. Ne gjithsesi tuna së fundmi është shumë aktive në rrjetet sociale me foto shumë interesante dhe me lookun e saj. Instagram, Snapchat, kudo. Është në fakt jo, kemi plot artiste këtu që janë aktive në disa rrjete sociale. Ajo është kudo edhe na informon për çdo gjë. Është që është shumë e bukur sepse në informon në një nivel që është e pranueshëm, nuk e poston gjithmonë, po na mban aty e këto është. Me që jemi tek Kozman. Ti di që ky është pjesë e Baba Stars, që unë realisht kam shumë qef për vitin vërtetës, shumë të qef. Por, ndodhi një shet para ca kohësh në Prishtinë. OTR versus Baba Stars. Kozman ishte pjesë e shetit dhe nga se thuhet që ndodhi, për arsye sepse Noizi ka qenë i ftuar tek Ermal Mamaçi, tek një emision që ka pasur përpara Xingut. Dhe ishte duke bërë një lojë ai, nuk se ta di çka, tha shumë çka. Po bënte një lojë. Mbroj, po nuk. Nuk ka del dot sepse realisht po bënte lojë dhe i thotë që po nxjerri ta Ermalit sa foto themrash, që showbizi shqiptar, dhe ti me ato që ke bërë seks ta do pish shotsin. Dhe kur doli Tuna, Noizi piu shotsin, kështu që i bie që ke bërë seks me Tunën. Ndoshta kjo gjë i kishte shpëtuar Kozmën, se kishte thënë kjo. Ose thjesht i erdhi natë sepse Noizi ta publikisht të gjë, kupton? Po. Ndoshta s'ka ndodhur fare, kupton? Po gjithsesi ishte goxha disa. Kjo është arsye domethënë. Mund të ketë qenë kjo arsye, asnjë nuk është arsye. Ndoshta thjesht kërkonin për diçka që të kapen sepse kishin kohë pa uraf. Ndoshta, po jo të urafën, po Noizi përfundoi me një plumë në mollaqe. Të shtrenjtë që ka. Si ka shtrenjtë? Flori, Noizi ka larë deri poshtë. Flori të veshura. Flori ka larë deri poshtë. Nëse po buje madhe atëre për plumbin që mori Noizi në pasmen e tij, dolën ca foto online që kam përshtypjen i kemi deri tani dhe Noizi nuk është se bëri shumë të madhe, përkundrazi, filloi të nxirrte video duke bërë dis këtyre të tjerëve që Noizi e bën shpesh këtë gjë. Dikush do mbaj përgjegjësi ka shkruar në një nga fotot që ka hedhur në Instagram, pastaj janë këto foto nga tip bad boy, kupton që postonte Krisane këto makina me gjëra. Gjithsesi asgjë nuk ndodhi. Nuk mund të flasim keq për Noizin, por jo, keq flasim, jo kemi qef. Nuk mund të flasim, jo, e kemi shumë qef, shumë xhan. Por është nga ata, shumë xhan. Po. Është nga ata tipi që ka vite që ka sukses, bravo, ka krijuar karrierën e tij, por okej, ka një vetbesim në maksimum, por vin momenti që duhet të dish ku ta nxjerrësh atë vetbesim ose atë sjelljen ta menaxhosh pak siç duhet. Edhe ne nuk e dim se kush e kishte fajin, ëh? Domethënë, kush e nisi sherrin ne nuk e dim. Shikojmë nga jashtë. Shikojmë nga jashtë, pati një sherr, gjithsesi mua merri shumë mirë që realisht dy reperat, edhe Noizi edhe Kozmën, kanë bërë dalje publike dhe kanë folur mediatikisht për emisione apo qoftë në Skype call, nëpër emisione të ndryshme, dhe kanë thënë të dy që ishte një incident që nuk është se janë krenar që ndodhi, dhe realisht me muzikën që ata bëjnë dhe fjalët dhe tekstet që ata shkruajnë, që ndonjëherë mund të jenë edhe tekste të tipit që promovojnë sherr, ata thanë që është thjesht çështje arti dhe nuk është se ne promovojmë sherr, përkundrazi jemi njerëz se na vjen turp për këtë që ndodhi, sepse nuk kemi as mosh, as dëshirë për të qenë në vëmendje me sherr dhe me Shoqërisja bën këtë sepse më falni. Sepse kanë njerëz që ndjekin, kanë njerëz që janë shumë të fiksuar pas atyre si artistë, njerëz të lloj. Edhe nëse ti promovon një lloj ngjarje si kjo të zihesh në mes rrugës në këtë mënyrë, njerëzit që të ndjekin do shkojnë të bëjnë të njëjtën gjë, edhe mirë që del edhe deklaron që unë nuk jam në këtë mënyrë. Kam natyrë dhunshme. Nëse do të shumë serioz, çunat janë rehat. Janë mirë, kështu që bravo qoftë. Bravo. Gjë tash. Edhe kështu. Tani do flasim për një Madonna. Madonna e Shqipërisë dhe Madonna e vërtetë është Bleona of America. Po. Edhe ajo got. Ajo got mirë në superson gjithmonë. Gjithmonë. Me këngët e saj, me klipin e saj. Këngët i ka kështu një pasin çdo muaj në këngë trege, vënë. Shumë albumet e nxorri. Po. Bashkëpunimet, turin botror e bëri, gjitha. Edhe kështu. Edhe ne na pëlqen sepse gjithashtu si Noizi kjo ka një vetbesim, për shembull, çfarë ka qenë duke thënë të kënga, për të pasmet e saj, për trupin e saj, për lekët e saj, për jetën e saj, tipi që ajo jeton një jetë perfekte. Ideale. Domethënë ne kot jetojmë. Po. Po. Edhe kështu. Ne që shkojmë kështu, si tha, shkoni ta juve ta që rini tha nëpër lokale me wifi free, me free wifi tha. Bëni sikur çajeni. Më shani mua. Kjo në çdo lokal që shkon, kur ka free wifi, thotë thotë, gjej një mundësi që ta paguaj. Po, nuk futet brenda, ke wifi ti, ke wifi. Në shtëpi fare dhe ikën. Po. Edhe shan. Jo tani nuk do rri, gjithë ajo Bleona të shaje. Okej, edhe ajo fjalë të kam lek një.
Me lekë ka thonë. Okej, mos e hejtim shumë Blonën se do bëjmë tendencë si ata që rrin. Unë vlerësoj. Atë që tregon, atë them. Mos të më duket. Bravo qoftë, gjithsesi thelbi kësaj që po themi. E nisëm për folur për Blonën sepse Blona ka bërë këtë vit, ka bërë sa bëma, si çdo vit, po këtë vit ka bërë më shumë. Duke filluar nga mesazhet që ka çuar Donald Trump pasi u zgjodh president. I uroj hey Donald, buddy, bash dhe 100 vjeç apo çfarë fitoi presidenti çfarë i tha ku diçka çfarë, Mr. President. Edhe e forta ishte që qesha shumë kur pash se kjo kishte vënë emrin e këtij D. Kupton se ka shumë shokë dhe pin kafe për ditë, kupton, nuk është se. Një mesazh. Një pyetje. Pse publikoi këtë mesazh apo? Ta marrë vesh gjithë bota pra që kjo e njeh atë. Pra? Se Donald Trump ka thënë që unë kam njohur. Nuk ka qenë rastësi. Nuk kemi bërë asgjë seksuale. Kam funduar për këtë. Ai nuk bën gjëra kështu që po thuaj. Trump është njëri shumë i rezervuar. Shumë po. Dhe themën e parë i ka qef shumë. Dhe kjo ta këndova për Donald Trump, ta dhe e thjeshta më tha, zgjidh Leon, do një shtëpi, një penthouse, do lek, do çfarë do. Dhe unë tha, nuk jam materialiste ta. Jam si ato të shumta që vinë nga Rusia, ata do të më bëj të famshme ata si punoj. Unë dhe i thash, dua një bashkëpunim me Timberlake. Dhe bëra ata. Shumë. Nëse gjithsesi Bleona gjithashtu bëu shumë e famshme për një idiotësi tjetër që bëri, dolin mes rrugës duke me një fustan që ja preu. Duke u shqepur. Ishte një artist aty, bravo artist, më pëlqen edhe ndjek atë tipin. Kjo kishte veshur një fustan të zi, shumë të thjeshtë, ai fillon edhe ja rregullon. Edhe jo ka qenë shumë krenare për atë që bën. Okej, bravo, bën gjëra edhe krenare për ato. Thjesht nuk kuptova thelbin. Si bjonde që jam nuk arriti konceptet këtë gjëra. Normale. Po, normale. Kush e ka asnjë të kuptova? Po ha. Po nëse kuptojmë se jemi zgjuar. Tani edhe nëse po të Bleon pse e bëra se jo vetë se ka kuptuar përgjithësi. Ajo me siguri ka pasur një koncept shumë thellë mbrapa, që është jam i sigurt që thoshte Bleona, është liria e femrës. Liria e femrës, të zhvishesh, po. Gjithsesi Bleona kemi shumë xhan edhe realisht mendojmë që është nga artistet më me çfarë të them? Vlera, si e thash. Gjithsesi, duhet një Bleona, për çdo shtet duhet një Bleona. Nuk shtyhet ndryshe. Nuk shtyhet. Vajza bëra shumë keq, nisa vitin tim negativisht. Kam qef me vërtetë në Bleona, bëm me qesh. Okej, Varja. Okej, mirë. Ku jemi tani? Fund nuk ekzistonte fare emisioni pa Bleonën. Tamam, do kete showbiz shqiptar pa Bleonën. Po. Nëse shkojmë te Çelieta me apo pa cica, një gjë është e sigurt, gjithmonë ka vëmendje. Sigurisht. Me apo pa, kjo e merr atë që do. Gjithsesi, le të themi që është bërë njohur se ka patur shumë, ë? Ka patur shumë jokes të madh Çelieta. Pastaj arriti pikën që kishte çdo gjë, tha jesh tani. Kishte çdo gjë më i valit të gjuri. I ra, tash i bëri të fëmijësh, këta kupton, i ra të gjuri gjoksi komplet. Este në një moment ta Çelieta tha uzeva nga gjumi, ta i kanë banë, ata do bëja dush. Po çfarë dishane, tha kanë një dhimbje thesë në gjoks apo vdisje nga dhimbja në gjoks. Shota kisha shkelur një rëndësit, kupton, kështu që gjëra që ndodhen. Edhe kur lajk ishte probleme se i merrte njërin e hiqte mbas supit, kupton, i thante kështu, i rrotullonte si helikopter te varja. Normalisht femrat kur kanë gjoks të madh, kanë probleme me stilin kurrizor. Këta ndim te kurrizi ta shumë ta ecë kështu ta me gung. Gjithsesi ne vlerësojmë si personazh sepse tani ne kemi parë në televizion. Që është aftë mjaftueshëm për ta kontrolluar dhe menaxhuar televizionin. Gjoksin e saj. Televizionin. Pa cica ylli fare. Bën tipe tani. Fare. Nuk duket keq, përkundazi ngjan shumë herë më estetike kur e shef tani, edhe në fytyrë. Me elegante, në fytyrë tani ka fut një kështu një çfarë quhen këto? Si quhen këto që tërheq? Lifting, po duket bën mu. Kundën e bëri prap sa në këtej. Te lavuri. Po buzët ja dim. Strukturoni, që pas shkareton në të poshtë që restrukturon pak veten, pastaj kalon. Po që ta mish kjo, po që ta mish. Sa në këtej, kupton? Edhe u bë e këndshme është. Duket që është e bërë, po e lezetshme. E këndshme shumë. Ti kjo muzikë Vales që prezantoi doli mirë me sukses, kështu që bravo qoftë Çili. Po e lezetshme. Është tip kështu, është e lezetshme shumë. Okej, mirë. Këtë shoh Çelita ku na vrasi, po e pa. E mbyllim po ashtu, kthehemi prap pas pak. Një pushim. Magic frame. Pozitiv, si gjithmonë. Normal, si gjithmonë pozitiv, po bëjmë çik sot në fakt se filluam folëm pak keq për artistët. Ja prap keq fola. Shiko, sepse më thënë disa njerëz se kjo është tipit që kur flisni ju te emisioni si reagojnë njerëzit. Edhe ti tipit që
Ndodhen shumë gjëra në botën gjëra kështu, gjithmonë kemi një opinion, ne ofrojmë një nga kundërshtrimet. Çështja është unë dhe ti kemi një opinion. Të tjerë se kanë kemi një opinion, na falni shumë që kemi një opinion, po ne kështu jemi dhe s'mund të bëjmë. Edhe nuk ndodh shpesh me njerëzit këtu, po gjithsesi, duhet të keni opinion. Jo të shani, po të keni opinion, gjithsesi. Edhe kështu. Po, tani do kemi përmbledhjen e InStyle, sepse un kam pasur një rubrikë shumë të lezetshme që më ziu fut InStyle. Dhe ka qenë shumë e suksesshme dhe shumë e bukur, zgjodhëm pjesët më të bukura të InStyle, kështu që ndjekën dhe kthehemi sërish pas pak. Në fakt ne kemi dëgjuar shumë të theme, sepse ti e di vetë që njerëzit atë punë kanë, do flasin. Si përjeton këtë? Mund të them që në fillim prekesha nga këto gjëra, por tani nuk e përjetoj fare sepse unë e di vlerën dhe punën që kam bërë. Sigurisht që unë kam patur ndim nga partneri im si çdo njeri tjetër, por problemi është që nuk mund të ndjem fajtore për diçka që nuk është e vërtetë, sepse përderisa unë jam e ftuar dhe përderisa mua më akomodojnë hotelet, përderisa çdo gjë është reale dhe është shumë e provueshme, madje unë i kam ftuar nëse dëshirojnë mund të dërgojnë email ata që janë shumë kurioz, sepse deri në këtë pikë mund të ketë arritur kuriozitetin e tyre. Por sigurisht që unë e gjykoj si diçka që unë vlerësoj veten time, njerëzit që unë kam përreth më vlerësojnë, fansat që unë, ndjekësit që unë kam më vlerësojnë, dhe për mua është më se mjaftueshme. Për shembull e pas postimin tënd në Facebook, kohën që ke qenë në Turqi, çfarë ndodhi? Pash disa shkrime nëpër portale të cilat akuzonin që shisha ishte një dhuratë nga partneri im, që hoteli ishte super luksoz nga partneri im, dhe aty përjetova një farë irritimi, për vetëm arsye sepse unë e kisha fituar vetë. Ky është shpagimi që mua po m'jepet për blogun dhe për punën që po bëj. Shumë e vështirë për një femër që të marrësh, sidomos kur ke një partner të cilin është publik, përflitet dhe gjithë kjo pjesë, gjithmonë do ta lidhin me angazhimet e tua, do ta lidhin me gjërat e tua. Unë gjithmonë kam thënë që ai më ka mbështetur, por kjo nuk do të thotë që unë përfitimin nuk kam patur nga puna që kam bërë, sepse nëse unë do kisha patur përfitime, nuk do isha as në javën e modës, të cilat biletat nuk mund të blihen, dhe nuk do isha në shumë evente të tjera, dhe nuk do tagoja firmat të cilat unë vesh në Instagram për të reklamuar dhe shumë gjëra të tjera. Një nga projektet tua të cilën unë personalisht kam adhuruar, sepse është kujdesur me çdo detaje, është bashkëpunimi që ke bërë me Dolce & Gabbana. Si ka lindur ai bashkëpunim? Daton diku rreth 3 vite më parë fillimin në fakt, ku unë kisha një servis me 6 vajza, diçka ka qenë për një revistë, dhe ajo ka qenë fotoja e parë, fotoja hyrëse, ku më kisha zgjedhur disa postane, motive kishe që ato kishin, dhe ishte një ditë kot duke ndëtur. Unë nuk bëja kur tag, për shembull, veshjet cili dizajneri ka bërë. Dhe më thot dikush, shikon, se këto puna që bën, duhet ja bësh tag Blue Girl, Blue Marine, kur bën, ose Armani, çdo gjë, domethënë kur ti ke, bëj, sepse aty ju del, mund të, edhe më thoya gjithmonë që po si, ata kanë miliona ndjekës dhe tani të merren me mua, dhe kisha të gjën të postur kokën time, një ditë kot, e fillova dhe ka qenë kjo foto, madje para fare që bëj tag, dhe diku mbas një javë pastaj, shoh disa like shurriesh dhe follow që Stefan nuk që bërë follow dhe kështë bërë follow të like. Edhe isha kështu, që ndodhi, dhe për shifja, dhe në që ka ndodhi. Kjo ka qenë fillimi, aty filluan pastaj që stetet merresh edhe më seriozisht për tyre, ku më pata takimin e parë me ta, ku prezantova pastaj gjithë bukën tim që kisha bërë kaq me foto. Do të di arsyeën që ke postuar këtë foto. Zgjohu mami është momenti për të dalë da, se unë i them Sashës, do dalim da, edhe të bëhet fare. Tani, arsyeja e kësaj fotos është se uzura me njërin. Uzura me njërin moto dhe thjesht e nxora të foto t'i tregoja ti shi qa malli ke mu. Vetëm për këtë arsye. Po. Më ngejti nerva. Por edhe që me ke denën, like, how could you say no to this? Man! Mua më thon astis ato goca dhe ata çuna që kur shkojnë në shtëpi kanë gjërat gati nga mami, dhe unë nuk ja toleroj vetes më thot astis mua dikush është dembel edhe nuk ka asnjë përgjegjësi në jetën e vetes se të dalë të pi kafe dhe të shkojë në punë dhe të marrë punë dhe të kthehet në shtëpi të gjitha gjërat gati nga prindi sepse jeton me prindit. Dhe natyra ime që u dukem sikur jam plastic. Fëmijëria ime ka qenë shumë vështirë Sara. Unë kam kaluar një jetë shumë vështirë. Prindit e mi që janë ndarë për një arsye të caktuar. Më kupton?
Kam kalu një fëmijëri që asnjë fëmijë nuk do doja që ta kalonte. Me dhunë familjare, arsye që matë kanë ndruar jetë, kanë se tumori në kokë i shkaktonte shumë dhunë. Dhe po i them këto gjëra troç këtu, për t'i lënë kuptoj njerëzve që nëse më gjykojnë për llastit tani, është thjesht flucka ime e jashtme që unë izoloj veten nga bota, sepse erdha në një pikë dhe i thash vetë çfarë do bësh, do shmend? Kështu që thjesht e stakova trurin dhe eca përpara duke qeshur, sesa të izolohesha dhe të bëhesha një fëmijë depresiv dhe fëmijë me psikolog. Nuk ja lejoj fëmijë me psikolog. I got myself in control. E kam vetën në kontrol, kupton? Kështu që asnjë lloj halli, problemi, elementi jashtëm nuk më ndikon mua fare në lumturinë time shpirtërore. Unë nuk do thinjem kurrë në këtë jetë, sepse nuk e vras mendjen. Dhe nuk dua ta vras kurrë, sepse çdo gjë është kalimtare për mua. Asgjë nuk është e përjashtuar. As dashuria. Thuaj të dashuria në çik pasive, as dashuria. Ndërthyrja e materialeve është gjithashtu shumë interesante, sepse ti ndërthyr materiale që janë pak si shumë në kontrast. Si e bën këtë? Si të erdhe? Faktikisht unë edhe guxoj shumë dhe shumë shpesh ja bëj shumë vështirë stafit zbatues, stafit prodhimit, sepse guxoj shumë edhe me lloje materiale që nuk janë predispozuara për të punuar zëmshëm në kostum. Zëmshëm sot unë jam veshur në kostum veluti. Nuk është shumë i predispozuar veluti sado që të punohet në kostum. Është zakonisht është veluti pambuka që prodhohet në kostum dhe është si themi e holluar. Sa guxoj shumë, nganjëherë më shumë nga sa ç'duhet, bëj nganjëherë të gabime duhet të them. Kam të mirën që i kuptoj në kohë dhe i gris me vrap. Dhe nuk lejoj dynjaj që të një shofi. Kjo është e mira ime, po një ana tjetër thash, më shumë nga të gjithë në ndërthurjen e materialet mia vuan stafi im i brendshëm, stafi im prodhues që gjithmonë duhet shkojmë mbas kaprishave të mia, mbas atyre aventurave le të themi të mia, edhe tentativave që ka rast edhe dështojnë. Përgjithsisht jam e saktë, duhet të them, përgjithsisht guxoj atë trurin punon në mënyrë funksionale, le të themi, po bëj gabime sinqert. Dhe ato gjithmonë më suportojnë ose kanë filluar të më refuzojnë. Do të thënë ka momente nga përsëria që jo, kjo nuk bëhet ky model. Është po pse jo? Edhe kështu vazhdon derisa unë përsëri e bëj. Po që përpiqen t'ju lë atyre pjesën e profesionit të tyre, mos i cunoj. Në mungon seriozitet. Hop, Sara, hop. Bëj që si gjarë. Hajde, Sara. Opa, Sara. Opa, Sara. Ju ndjej për mrena, juve. Quna, pushone. Vaja po ashtu se, ka prishëm flokët. Juli më ra kjo brënda.
Sa lezetshëm po edhe. E kisha përshtyr për para. Lash nam, lash. Gjithmonë abuzoj. Jo, mos mi lër afër, pra mos mi lër afër. E për nani qik muzikën në burë të kërcejme qik se është vit i ri që shkima për që të që kërcej Europë në studio, Po. Realisht u rikëthim për ta mbyllur, po unë kam shumë qef që me shumë energji ta mbyllin, do këthejemi prapë shumë shpejt në fakt e njëte. Dhe të tjera gjëra shumë interesante, sot kemi folur për gjëra që realisht kanë qenë pjesës të shkuarës, se vitit 2060. Të gjithë keni vënë re këto gjëra që kemi folur. Ashtë, janë gjëra që ju keni ditur, po neve i komentuam në një formë tjetër sot. Kështu që falenderoj shumë që na ndoqët, ju që humbët mund të na ndiqni në IMTV Albania në YouTube në kanalin tonë zyrtar. Ndër të tjera transmetimi është shtunën, ku mund të shkruajnë njerëzit? Mund të na shkruani komentet juaj në Instagram, në Facebook, feel free të na ndiqni, të na bëni follow, të na bëni like, edhe komentet gjithmonë janë shumë të mirëpritura, komente që kanë thelb. Komentet pozitive janë shumë të mirëpritura, apo negative mund t'i... Jo, edhe negative, ke parasysh negative me thelb, ke parasysh. Jo, pa thelb fare, negative mund t'i mbani dhe mund t'i fusni ku të doni. Neve sa interesojnë fare negative, të pas në gjë të bukur për të thënë, na e thonë se na bëhet qefi, në fundit njerëz jemi dhe ne. Negativet mbajeni për vete se ju bëjnë, bëhet lezetshëm. Kështu që i lëm njerëzit takim të njëjtën. Kështu, me shumë dashuri, gëzuar këto vite kaq të bukura dhe mundohuni të fokusoheni në atë që po bëni ta bëni sa më mirë. Ciao.